Përshëndetje, sot kam vendosur me përgatit ëmbëlsirë me akullore, recetë e veçantë, recetë që do ju kënaq shpirtin, sepse me të vërtetë bëhet shumë e shijshme. Recetë që përgatitet shumë shpejt dhe përgatitet shumë lehtë. Sigurisht është një ëmbëlsirë apo një tortë që përgatitet pa pjekë, domethënë nuk kemi nevojë që të presim derisa të piqet, do ta përgatisim për pak minuta. Me të vërtetë kjo ëmbëlsirë bëhet shumë e shijshme. Ja vlen me provu këtë recetë. Filloj me përgatisim. Në këtë enën këtu kam hedhur gjysej 400 ml krem për ëmbëlsira ose krem hopla apo pana. Këtu do të hedhim një pako me akullore vanilje, me shije apo aromë të vaniljes. Kjo pako e akullores është 80 gram. Pra 80 gram pluhur për akullore. Këtu do hedhim 150 ml qumsht i ftohtë. Pastaj të gjithë këto përbërës do t'i përzijej me mikser derisa masa të fillojë të troshet. Vetëm për 2-3 minuta kremin do ta kemi gati. Vazhdojmë tani dhe përzim. Shumë shpejt kremi do të fillojë të troshet, të formoj dënsinë e duhur. Nuk ka nevojë edhe kremin shumë ta leni të trosh, sepse pastaj nuk do të na përzihet mirë me përbërësit e tjerë, sepse sigurisht që këtu do shtojmë edhe përbërës të tjerë. Pasi kremi është gati dhe po duket kështu, tani do shtoj edhe përbërësin tjetër. Do hedhim gjithashtu biskota të bluara, gjithsej 250 gram biskota të bluara. Pasi kemi përzi të gjithë përbërësit, tani vazhdojmë dhe shtojmë kokosin. Gjithsej këtu do të shtojmë 4 lugë të plota me kokos, lugë të gjellës. Të gjithë përbërësit do t'i përzijim me anë të lugës dhe pastaj këtu do të hedhim edhe lule shtrydhe të ngrira. Unë kam vendosur të përdor lule shtrydhe sepse jemi në sezonën e lule shtrydheve, por ju mundeni të përdorni edhe diçka tjetër, ato që i keni frutat më të preferuara. Pra lule shtrydhet i kam futur në frez në ngrirje dhe tani janë gati. Gjithsej 250 gram lule shtrydhe ose sipas dëshirës mund të shtoni sa të doni. Pasi t'i kemi përzier mirë të gjithë përbërësit, do ta hedhim ëmbëlsirën këtu në këtë tepsien që është 24 cm. Unë këtu do t'i hedh edhe kokos, sepse kështu nuk do t'na ngjitet për tepsie ëmbëlsira dhe më lehtë do t'na ndahet pastaj kur do ta servojmë. Tani pasi që e kemi gati, tepsia është 24 cm, vazhdojmë edhe e hedhim ëmbëlsirën e përgatitur. Do e shpërndajmë kështu në të gjithë tepsien, duke krijuar një masë të njëtrajtshme. Vazhdoni dhe e hapni, kështu me anë të një shpatulle. Pasi ëmbëlsira të jetë gati, do ta mbulojmë dhe kështu do ta vendosim në frigorifer derisa të ftohet mirë, ose nëse dëshironi që ëmbëlsirën ta keni gati më shpejt, do ta vendosni në frez në ngrirje për afërsisht për 1 orë, ëmbëlsira do të ftohet dhe do të jetë gati për ta servuar.
Derisa ëmbëlsira të ftohet, unë tani vazhdoj dhe përgatis kremin për ta dekoruar ëmbëlsirën. Në këtejnën këtu kam hedhur gjithsej 350 ml hopla ose krem për ëmbëlsira, do ta rrahi me mikser për 2-3 minuta dhe do të jetë gati pra kremi për dekorimin e kësaj ëmbëlsire. Nëse nuk keni krem, atëherë mundeni edhe mos me dekoru me krem fare, ashtu si që është e ka shijen e vetë, por që nëse e dekoroni do të merr një shije pak më të veçantë dhe sigurisht një pamje më të bukur. Tani pasi që ëmbëlsira është ftohur, ne vazhdojmë edhe e dekorojmë ëmbëlsiran. Sigurisht që edhe kremin e kam përgatitur më herët, kremin për dekorim që do ta bëj tani dhe kam lënë në frigorifer që të ftohet. Derisa ëmbëlsira është ftohur, edhe kremin e kemi të ftohtë. Tani vazhdojmë edhe e dekorojmë sipas dëshirës. Unë po jap një dekor të këtill, por ju mundeni me dekoru ashtu si mendoni se është më e mira. Vazhdojmë tani. Ëmbëlsirën e kemi dekoruar dhe e kemi gati, vazhdojmë i japim edhe një dekor që ta bëjmë edhe më të bukur. Dhe tani çdo gjë është gati dhe është përfunduar, tani mundemi edhe ta servojmë. Vazhdojmë dhe e servojmë në pjatë. Kjo ishte e gjitha që e kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Deri në recetat e tjera, mirëmbëjtje.